Përshëndetje shikues të nderuar, me mu sot mysafir I kësaj jave është zotëri Hysni Gocati, kryetari shoqatës së veteranëve të luftës të Ushtrisë Ligjore të Kosovës. Mirë se erdhe zoti Gocati. Mirë se u gjeta. Qysh është gjendja e veteranëve të luftës të UÇK-s, apo kanë përkrahje edhe ju si shoqat, apo keni mbështetje? Faleminderit më së pari për pyetjen edhe për kohën që keni gjetë me na ftu. Real nuk është gjendja e mirë e veteranëve të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, se ne nuk kemi mbështetje nga institucionet e Kosovës fare, as nga qeveria, as nga një ministeri. Gjendja nuk është e mirë, tu e ditë me një pagë apo me një pension, mund të thonë me ndihmë sociale, as pension jo. Tash është bërë 204 euro, dhe kur llogarit 204 euro në 240 apo? Jo, 204 euro. Edhe kur një veteran mund të jetë 5 antar familje apo 4 antar, tash llogaritë ka 50 euro në kokë të antarit për një muaj. Do të thotë që nuk e plotson as sanet minimale që duhen shtëpi. Deri para pakush veteranët kanë marrë pagën minimale. Tash nuk po marrin pagën minimale që është 350 euro. A keni mujt me kontaktu me Severinë kohëve të fundit për me rregullu këtë çështje? A ka vullnet institucional? Unë isha në burg në atë kohë. Edhe mu vjen keq që veteranët që hiq nga paga minimale për një kryeministit Kosovës edhe për një deputeti Mimoza Kusari që vjen nga Xhakova, nga një qytet ku aty është bërë një masakër më e madhe. Masakra me që dihet dhe ajo të bashkëpunon me listën srpska, me Radojićin, që të hiq veteranët e Ushtrisë Ligjore të Kosovës nga paga minimale, ky është turpi më I madh. Dhe veteranët janë hiq nga paga minimale pa të drejtë, pa arsye edhe pa qyrë ligjin fare heq. Kështu që kjo është turpi I madh I Mimozës, që bën krye me shefin e saj, me Albin Kurtin, I kanë hiq nga paga minimale dhe veteranët sot janë pa pagën minimale. E di që një takim ka pas ish ushtruesi I detyrës Faton Klinoki me qeverinë dhe kanë kalu shumë keq me to, që zutja muaj Fatonit këtë që është taku, këtë mundësi që ka pas është taku, dhe ka rezultu pa sukses. A I takim dhe kanë dalë pesh dhe e kanë bërë një protest veteranë atë kohë para Parlamentit Kosovës, pikërisht për pagën minimale, dhe kjo qeveri deri me sot që 4 vite asnjë cent nuk e kanë dhënë për organizatën e veteranëve të luftës. Është turpi më I madh. Te mbështetja për organizatën e veteranëve. Pse mendoni se u lën jashtë pagës minimale? Pse ka ndodhur? Çka ka shty qeverinë? Me tonë sinqerisht nuk e di të sa krejt, se mos s'ku pas takime. Disa deputetë përmendin edhe çështjen e listave, thonë për shkak listave numrit të fryrë. Kjo është, nëse mendojnë ata ashtu, kjo gabimi më I madh, nuk u xojnë emrin akuzum ato. Tash kjo ka një proces ligjor. Tash duhet pritet drejtësia, fjalën vetë përfundimtare. Dhe nuk u xojnë emrin atë kusht, me thonë pse në listat e fryma apo ka veteran falca apo ka veteran të rrejshëm. Kjo nuk u xon qeveria ta bëjë ato. Edhe tash neve ta shet me shpërtop si thojnë. Ky është gabimi më I madh. Ne qeveria duhet me ngrit pagat, me na kthyr në pagën minimale, nëse ka të tillë, është ligji, është drejtësia që merret me ta. Jo qeveria dhe jo Hysni Gocati apo organizata veteran luftës. Ky është gabimi më I madh. Unë si më taku me Albinin, pesi kam marrë burg asnjëherë. Është taku Fatori që thash, Fatori më ka tregu që qeveria pikërisht nëse s'ka bëj këtë temë që hapet që dha, ja ka qit sikur, po nuk u xon çet këtë kusht. Neve për shkak një jetë amër në qafë 1000 vetëve, penso po 500 vetëve. Kjo është e padrejtë që është bundë e veteranëve të luftës. Je kryetari I shoqatës veteranëve të luftës të UÇK-s, organizatës veteranëve të luftës. A je taku ndonjëherë me Albinin si veteran, se shumë prej vetëvendosjes edhe një 2-3 komandantë të luftës kanë thonë se është veteran I UÇK-s. A është veteran Albini? Unë kam thonë në televizion, nëse s'gaboj në Dugaxhen, masi kam marrë buri. Jo, si më taku me Albinin. Me Albinin më taku në 2019. Për atë parë takime dhe fundi ka qenë 2019 me Albinin, ka qenë Recep Selimi edhe Hasan, po tjera mos gabosha. Kanë qenë një takim, kemë bosi takim ashtu. Para se me I fitu zgjedhjet. Para se me fitu zgjedhjet, kemë bosi takim ato, dhe mua me Albinin më taku kur. Aja ka qenë hera parë dhe fundi me Albinin. Jo, Albini figuron si veteran. Do më thonë është në listë, ka certifikat veteranit. Albini, unë kisha pas dëshirë gjitha media ku I bëj ftesë, me pyet Albin Kurtin në cilën brigadë e konë, cilën kompani, cilën tokë,
në cilën skuadër, dhe në cilën zonë operative ke vepru. Edhe shka pas dëshirë me vetë Albinin, Adimi dallo armet. Pe revolës deri në 12.700 çka do të thotë. Albin Kurti ka punu me zyrën Bacit Adem, me respekt më të madh me Bacit Adem që e përmena se tash është ndjer, është largu pesë zyre, ka shëtitje për Prishtinë, edhe ka marrë në burg. Albini është peng lufte, s'është i burgosur politik, sigurisht është një gabim shumë i madh disa njerëzve që e qynë Albin Kurti në burgosur politik. Unë te veterani kisha thonë edhe me Albinin me drejtësia, me tregu, a ka pasur uniformish, ku është vesh, Albini ka qenë në Likops, është e vërtet, në Likops ka qenë njerë, me një delegacion, si përkthyes. Albini ka qenë në Berish njëherë si përkthyes, është shumë e vërtet, po pjesë e luftës së ushtrisë në Rusë, Albin Kurti s'ka qenë. Flasin një 2-3 komandant, kam dëgjuar se po flasin, po është me treguar ta pse. E kush ja ka nënshkruar, se ato pa janë nënshkruar dikush mi bo pjesë, dikush për prurve, ishe prurve të shikës, praktikisht ashtu shku procedura. Rad me thonë, unë nuk e di kush ka nënshkruar, s'kam qenë pjesë e komisionit jetën time, s'kam qenë pjesë e komisionit të verifikimit të veteranëve, s'kam qenë. Nuk e di kush ka nënshkruar, thonë me sinqeriteti më të madh. Albini është mirë vetë më deklaru, nëse ka qenë, unë e pranoj si veteran të ushtrisë të Rusës, nëse ka qenë thotë se kom pas komandant Benzote Mjesharin, apo kom pas komandant Remin, apo kom pas komandant Samir Shtokën, apo këndo, thotë apo një komandant një kompanije se Albini ka jetu dhe ka vepru në Prishtinë. Ai ka zona më afër Albini ka qenë Gollaki, që ka mund me hyrë në Gollak, në pjesë UÇK-s me qenë apo në Llapt, ka mund që. Unë s'jam të kontestu punën Albini si student, si sekretari i Unionit Studentëve, s'jam të kontestu punën e tina, s'jam të kontestu veprimtarinë e tina që një djalë i atë kohë që ka kontributin me protestat e vitit 97 më zgabofsha, nëse që mi gabu. Po këto e kontestoj, përderisa s'kem fakte, s'kem argumente, edhe unë nuk e kam në organizatë të tramituar të Albini si antar. S'është antar i organizatës Albini. S'është antar? Ja, e qysh s'është antar është veteran? Ja, po, se për me konë, ai mund t'jesh një veteran i ushtrisë në Rusë, po mund t'jesh edhe antar i organizatës. Se organizata e veteranit lutës nuk do të bëj gjë me këto. Gjithë kanë të andarësohen, ata që të ndim veten, veteranët e ushtrisë në Rusë, kanë të andarësohen në organizatën e veteranit lutës të merr kartelën të na. Po kohët atij si s'doin më andarësohen në organizatën e veteranit lutës. E Albini përderisa s'është antar i organizatës, unë nuk mund të flas për Albinin që them, Albini është veteran apo është pjesë e jone. Albini nuk është pjesë e jone. Për këtë pjesën e verifikimit veteranëve është evidentuar si veteran. Po, Albini ka pranuar vetë, është ka mos aplikacionin. Me sa di, mos i kanë ndihmuar sepse limi këtë për shkak të afërsisë. Nuk e besoj se Rexha s'është përzi. Jo, pse unë kam në burg me Rexha, unë një Rexha pinat të shtatës. Jo, Rexha pikësh këtu nuk s'është përzi ti një bindën. Nuk do ta mbroj Rexhën, se Rexha e mbron puna vetë edhe drejtësia vetë. Jo, Rexha generali nuk është përzi këtu hiç fare. Bile ndashmit Rexha zia ka aplikuar për veti. Se pas pikërisht to aplikacion që unë e kam kundërshtuar atko. Kam marrëm që moli ka qenë kryetar, një pjesë e kryetarisë kemi kundërshtuar se të mo pasohet e kroacisë. Si na kanë treguar kroatë që kanë pas probleme me këtu aplikacione, edhe na kanë treguar se kemi pas probleme edhe na ndollën. Qysh na kanë thonë kroatë na ndollën. Kështu që jo, Rexha s'ka, ja. Keni marrë një vendim muajin e kaluar nëse s'ka bëj për mos bashkëpunim me Severin në organizimet për festën e pavarësisë edhe për epopenë e UÇK-s. Pse erdhi te ky vendim? A ishte vendim drastik? Kjo bëhet si te tabu. Ky vendimi i organizatës veteranëve duhet të kryesisë. Se unë jam kryetar fakt, po unë kam qenë në kryesi dhe kryesia ka votuar edhe kanë mbështetur gjithë vendimin. Vendimin e kemi marrë për një arsye të vetme. Qeveria Albin Kurtit nuk i ka ndihmuar asnjë veteran me çumë shëru, me çumë mboj, edhe me na ndihmu si organizatë veteranëve luftës. Qeveria Albin Kurtit as ligjin për vlerat luftës nuk do me një për me bëni një ligj për vlerat luftës. Edhe ne kemi marrë këtë vendim. Jo që jemi në kundër pavarësisë, jo që jemi nuk ne dosh mi shënu vetë. Na vetëm kemi thonë ne nuk do të hyjmë në këshillin organizativ të qeverisë, nuk do t'ja marrim zhogën qeverisë. Ka interpretuar në disa raste që s'po dëni me festuja. Po, është e vërtet që janë munduar sidomos Ramaboja e disa tjerë që kanë dashur të dramatizojnë edhe opinionin edhe apo qytetarët janë mundur bëjnë përçarje atë veteran, po s'mujti me arrit atë qëllim. Fol zoti veteranët në vetëdijshëm edhe kanë kuptuar punën tonë. Ky analisti Sadri Ramaboja, po. Unë i kam bazuar ftesë publike. Cila është tema e tij na më përzit e veteran? Po, se atnat ka qenë temë tabu që thash vendimi jonë i organizatës në gjitha televizionin të Kosovës ka qenë.
Edhe tani unë jam lidh në televizion Duhaxhinit edhe kam sqaruar shumë mirë. Ne jemi kundër qeverisë, derisa qeveria si plotson kërkesat tona dhe kushtet tona. Kërkesat tona legjitime, ligjore. Nuk dojmë dalë jashtë ligjit edhe apo jashtë rregullorës. Ne nuk i thojmë qeverisë me dalë pe ilkurës. Megjithatë mundësi që ka qeveria më na ndihmu se qeveri tjera. Dhe qeveria përdesë nuk e din derën e organizatës zotëra aqilet në onën e majt apo në onën e djallët, atëherë ku më bashkuar me qeveri? Do të thonë asnjë delegacion, asnjë zyrtar i qeverisë të kaluam me ose kësaj që detyrë, qysh me thon prej 2021-s nuk ka orë të jo në zyre. Pe 2021-s, edhe se Albini se ka qenë një 3 muaj, 4 muaj. Po 2020. 20 ka qenë kryeminist, nuk ka shkel komati në organizatën e Veteranët. Për herë të parë Albin Kurti ka në 2019 me generalin Recep Selimin e zyrën time në orën 9:30. Si opozitor. Si opozitor ka ardhur për shkak gjykatës speciale, kemi bisedu, unë i kam thonë ti pri përpara se i zoti na i mos të ndash na po prim të marrën me neve. Kjo ka qenë fjala ime fund. Çka ka thonë atë? Ka thonë që ka zakon me rrejt apo me gëny. Pak ma bot po flas, me mashtru se Albin Kurti një mashtru shumë i madh. Tha nëse unë bëna kryetar qeverie, asnjë veteran i ushtrisë qendrore të Kosovës nuk do t'i bërgjitet gjykatës speciale. Unë nuk do ta lej me shku. Zoti kështu ka thonë në takimin tim aty kemi qenë unë Mixhen Shala, Faton Klinoki, ka qenë Recep Selimi dhe Hasan Zaneli. Kemi qenë në takim në zyrën time. Hasan Zaneli apo Tera? Po Tera, falë. Edhe do pe citoj kryesisht çka ka thonë Albin Kurti, jo generali Recep Selimi, Albin Kurti. Edhe kemi diskutuar për gjykatën speciale me to. Edhe Albin Kurti është një mashtrues i madh, edhe këtu na ka mashtruar dhe ka rrejt. Kjo është e vërtet. Unë më gjendem u ballavaçu me Albin Kurtin për 2019, takimin që kemi pas. Kam fakte, kam argumente, është proces verbali që kemi çdo fjalë tina që kemi shënuar çka ka fol. Edhe mua jam i bu publike. Pse ta mërmenja si shoqat, thatë edhe ma herët edhe para emisionit më tregu që si OJC-ni, jeni organizatë ju qeveritore të regjistruar në shtet. Nuk ka marrë asnjë përkraje për funksionim. Partitë politike marrin qindra mira, era miliona euro në vjet, veç pse janë të regjistruar si parti parlamentare që funksionojnë. Jo se shoqat përkrahen shoqata OJC për lloj kauze ma pa lidhje të mundshme shprehna në mënyrë vulgare, a vjen për çdo lloj veç sa shkon ti ma aplikun Ministritë Kulturës, Rinisë, Sportit, shpollje, thirrje, lloj bëhen çdo vet. As ka mujt diçka më ndove sa për funksionim të ju, sa për mirëmbajtje. Paktën rrymën me pagu. Këtu pajtoj me dy plotësisht si the. Unë s'du mi fyes një organizatë qeveritare. Se në shoqatat tash më keq mi përmendam, po ty lloj shoqate apo ty lloj organizate që ndriçuar në Kosovë, bojnë projekte me komunitetin LGBT, a dhe s'po du mi edhe përçan, që pjegu mbi të ngejt, edhe përçan morin pare. Për ne Albin Kurti nuk e ndon asnjë cent. Ne kemi thonë vetë sa ka ndatu qeverit, ndona qaq. Edhe këpa thëta këmë rritë bugjetin. Edhe thotë këmë rritë bugjetin, edhe është vërtet që është i rritën bugjeti, se gjithmonë bugjeti çdo vit shkon të rritë, se nuk shkon të zvoglu bugjeti, po shkon të rritë se taksa paguesi që e bojnë bugjetin. Po Albin Kurti asnjë cent ndo nuk e ka. Edhe unë s'po them se sa tu qeverit e kaluam, s'kam bërë diçka të madhe me po ky ç'është me akije fymin që bën. Thotë mbojmë me shku është luks. Çorti. Që njëri s'mund shkon mboj. Ne që jemi smut. Unë jemi invalid me shkollën 75%. 37 cm kam protezë me në kam pe çumni deri në kuk, femuri thirrët në gjuhën mjeksore. Unë kam femurin e kam dëmtu. Me 5 pjuma dëmtum. Unë kam shku tash në Gjermani me vetë financimin tim të i falënderuar shok miq dashamir. Për shërim apo. Për shërim në Gjermani kam qenë. Se tash ju dinë vetë sot do të thotë një mjekim në Gjermani sa bëhet për 31 ditë. So me 1000 euro. Albin Kurti thotë me shku në Turqi më shërua apo në Gjermani është luksos, është turizm. Turizm unë kam shku me më shëru në Gjermania, edhe si s'po guximi më operu. Sa operacione? Unë kam 30 operacione në kohën time. 30 herë më operu për 26 vite. 30 operacione, më shumë kam operacione se vite pas lufte. Tash edhe po pres operacionin që tash më bëu 31. Edhe jam kom, fal Zotit, jam sot në kom, edhe jam para te këtu. Tash Albini thotë, më ndihmu veteranëve, është luksus mi qumboj.
Na dim se çdo dyti veterana po bëki çdo njëri deli smur për ume. Po ne s'kemi na gjithmonë në verë, ka pas dimen, vjesht pranë verë. Gjithato. Ne kemi na të mal, ne s'kemi na për kazerma ushtarake moderne që kanë. Shumë veteran kanë bërë vetvrasje pas luftës për shkak. Kemi një numër i veteranëve që kanë bërë vetvrasje shumë reale. Kjo është turpi i kësaj qeverie që nuk ndihmon. Ne nuk pas qeveritë e kaluar s'kan bërë shumë. Që ju unë thash fitëm, s'kan bërë shumë, por kjo ja kanë zomohen. Qeveritë e kaluara ta kanë pagu bujnë. Muajt i kanë pagu qeveritë e kaluara. Qeveritë e kaluara kanë çuar shëruar zhvenje. I ke me 3 vetë, pi komisioni i këmur pi që ke uje, i këmur raporti me kësiu pi 3 vetëve, ta kanë nënshkru, e ke dërzu në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe ta ka prehu me shku në Turqi mu shëru, apo në Sloveni, se ne kim që në Sloveni, mu shëru. Qeveritë e kaluara pak të në qëri kanë bo, këja sa tu s'pi bon, se qeveritë e kaluara kanë më lëvu ligjën për lirat luftës, unë ata i fasej. Mos me prit në që 25 vjetë, 26 vjetë, me mitë pa... Se ti është ligje për lirat luftës, sot tha, ma trapas të Facebookit. Ushtarët e këtij në zotnis, nesa kishin shoh, se ligji që të mbrojnë. E ku ti kishe dënu ti 5-6 vjet ishin dënu me mito, me pare, edhe me burg, ta s'kishin të vjet me shoh. Edhe ministri aktuali financave ka thonë se ma let na këshëro me pagu me pare ushtarë mercenar se sa po shkon ligje. Ky është turpi i ekonomiratit, që thot ne Makallaj komi pagu mercenar se sa kanë liftu këta. Turpi tina. Po nga rjedha njeri, për çfarë familja ka nësë mërzitja për tina. Për ti nuk pes shumë. Në çfarë kuptimi pes? Në të kuptimin e plot që rjedh për një prindi që ka pos policë. Deri për vendimin e luftës. Na shta din 89-ën kam përdu shumë policë. Jo, nëse të shmojnë vlonë. Kështu që pitis nuk me vasuna shumë. Qysh po thu deri në luftë ka përnu? Po, në Ferizaj, gjithë e njufin. Së është kjo mënyrë më shëftë. Se deri 89-ën në 10-ën u konë lezitime me përnu. Unë pe e kora mëratit, pe Donika Gërvalës, mund tash më shumë, janë torpi ty në pëse më fynë mu, mu më janë kesh me më fyti, më janë kesh me më fynë një familje e ndeshme, një familje mirë, Donika Gërvala, pëse fynë nërma Sharadini, një zëtë më nërma kesh, të në gjohë Doniken. Më janë kesh Donika që kja kujnash. Apo përdore Donika të cinë si vojze e një heroi për me sulmu? Jo, se Donika nuk është thmi, nuk është përdorë. Donika ka bukur do vjeti ka. Nuk më nëro prej e mashtrime, prej e manipulimit tash. Aja thot vjetë mini se bujën t'jashme. Aja duhet me ditë kush e manipulion, apo kush e shtinë, kush e... Familja saj ishte para në këtë zjedhe me kërku folje të rejtë saj familjar të familja Haradine. Haradine, po boja kumpo ato, ishte, po sa por familja nuk janë tim vëllbu me këto, është të vërtet, çka ka folë Donika. Po Donika nuk duhet me keq përdor mas pori familjen e vetë, babën e vetë, duhet ditë çka kujnasht apo vajza e kujnasht. Është një familje smir, është një familje herojt. E më çu sot më thon generalit, edhe më thon sot Dugaxhini Drenisa janë organizata kriminale, nëse keni ndëgjuar keni po që kjo është turpi i tyne. E tash më pyetyn si ndona. Mu vjen kesh me pyetje kush tjetër. Po këto mos tash na bën një tash për ta smërditë. Në fal zotit opinioni që na mas veti popullin, qytetarët që na kanë prekrahur na prekrojnë. Ne kemi luftuar për këtë vend, për këta qytetarë të Kosovës, që të kenë pak a shumë dignitetin tamam. Edhe për këtë qytet që kemi sot, kështu që për disa individa nuk mërzit. Po kthehemi te rrezidhja ju si sekretari veteranëve të luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës para pak javësh, në rrezidhur pas. Cilat janë sfidat që pret mi pos zati mandati edhe projektet për mbështetjet veteranëve? Unë besoj se sfidat do të kemë shumë. Sfida parë do të jetë paga minimale. Unë rrugën se preferoj, kam thonë gjithmonë. Po rruga ka njëtë edhe t'impunohet. Në asë luftën se kena dashtë, se kena impunu luftën, po luftën na ka impunu neve. Ne o dashtë me liftu armikin që na ka bo zullum, ka bo vrasje, ka bërgos njës, ka përzo djemë të ripje Kosove, dhe ne luftë është impunu. Edhe dashtë me liftu me dalë malë, edhe me liftu. Edhe këto. Nëse qeveria nuk i përfill kërkesat tona, le do të dalim në rrugë. Çto sen e ka kufirin e vet. Kur është limiti që dani me prit për më përmbush kërkesat e juja, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet? Jo, inshallah se që zoti 1 vjet hiç. Po shkon. Jo, inshallah më shkurt nuk e çon. Jo, inshallah se shkon shumë vjet, jo nuk e çon zoti inshallah. Me vite as me muj, arsyeja se na do të bëjmë kërkesat më së pari, do të drejtojmë qeverisë me kërkesa,
Që mos na thot neve qeveria nesër që ju s'keni më kërkesa ato nëse një në rrugë. Kështu që ne duhet mi drejtu mënyrë institucionale me kërkesat tona, çka kem nevojë, kërkesa të arsyeshme që thash më herët, gjithmonë kërkesa legjitime, që e lën ligji edhe e lën etika njerëzore. Ne çdo sa në kufinin e vet. Edhe ne kemi kufinin edhe durimin. Po unë kisha thonë çdo qeveri që vjen, pavarësisht ku vjen se tash Albini është kryeministri detyrë është, nuk është qeveria ende, tash është kryeministri detyrë këtu. Ne tash nuk dalim në rrugë, se s'ka qeveri, s'ka parlament, s'ka institucione, për të arsye ne dalim në rrugë se tash s'dim ku i drejtu për momentin. Po a ditë që të formohet kuvendi, zgjidhen deputet, ne zotojmë mbledhjen e parë, mbledhjen 2/3. Nuk do të jemi këtu. Po ne do të drejtojmë institucionet Kosovës me kërkesat tona, ministrive caktuar dhe kryesisht kryeministrit Kosovës. Kur jeni te kërkesa drejtu qeverisë, edhe po rikthejmë pak te vendimi për mos pjesëmarrje festat e pavarësisë në popinën që kës ish bashkëftari juaj edhe ish nënkryetari juaj Nasim Haradinaj tha e quajti vendim që çor mos marrin pjesë në këto festa. A ishte noti e Nasimit pse nuk arriti mos zgjedh kryetari veteranëve të luftës në një garë me ju, apo çu e vlerësoni këtë qendrim tina, çuiti baja geran vendimin e ju me tërë matram. Jo, unë nuk them si ka i noti Nasimi. Nuk e besoj si ka i noti. Nuk e besoj. Edhe tha po friksuan, tha Po, mu ballafacu me Severin. Jo, ne nuk friksohem nga askush, se si na friksu pi Serbia, kena marrë ka 5 pluma, 2 pluma në për trup, sot i kemi shoku këto dëshmor. Kjo s'qëndron fare s'qëndron. Ne vendime ka qenë edhe vitit kalum, edhe vjetës kena marrë pjesë në organizim, në këshillë organizativ të qeverisë. Mënimi me po në faqë zëzorë të onën, as vitin e kalum s'kemi qenë vjetë. Atër pëse sëragi këna simet për vitin e kalum. Po, është mendimi tina, kritikat njëre mësën, edhe nuk lejohet me gabu mo, ne s'kemi gabu, e unë kritikat është nuk e marë, i pranaj, kështu që unë nuk e marë si noti për Nasimit, atija ka unë me andi ashtu, e ka folë ashtu, kështu që unë shumë se komunikoj edhe nuk e merë në fort me ato, sa ashtu ka menduaj. Ajo është mirë me sharu mirë punën, asa për guximin e frikën e djene, sa kem frikën, sa kem guxim në e djene, se ka punu 4 vite me mu, ka qenë varsimi, unë në Nasimin e këmbohën. Ka qenë nënkryetari ju, Po, nënkryetari imi ka qenë me 22 vota nuk bo Nasimin nënkryetar. 22, s'ka pas ma shumaj. Vota kërë mbore nënkryetar. Kështu që, jo, nuk be, jo, i noti s'ka Nasimi. Kjo është real, po të thëmë si noti s'ka. Jo, Nasimi nuk ma një noti me shok. Se e di Nasimin, kam vujtë në burg me to, kam nejtë në burg 3 vjetë e një muj, e një më erë, Nasimi shtu që jo, s'ka i noti. Është aktuale çështja e mosleimit të pjesëmarrjes së presidentit tha që në varrimin e babait të tij ku edhe organizatat e veteranëve të luftës kanë marrë pjesë në mënyrë të organizuar me këtu. Qysh e ke po juve ju kanë ndru jetë e babait gjatë kohës sa keni qenë në Haag? Qysh pisheni këtu vendime të gjykatës speciale për mosmilje ju të paraburgosërit me marrë pjesë në ceremoni martore? Rallun mu ka vdik baba, ka qenë vizita 2 të babajt tim në Haag. Mas 27 ditë më ka vdik baba. Kjo gjykat, emnin e ka gjykat, thirrët në drejtësi, as s'u gjykat, as s'ka drejtësi. Me ligjë vepron në emën të popullit. Me ligjë vepron në emën të popullit, nuk e dim çet popull. Nuk e dim çet popull, po të moral, na ka dënuar në emën të popullit, nuk e dim në emën çet popull, më ka dënuar mua Nasimin dhe të tjerët, Salim Mustafën dhe Pjetër Shali që na ka dënuar deri sot. Kjo gjykat ka bo shkelit mëdha. Mas pari ka bo shkelit me zotin Kadri Veseli. Ive ka vdik baba dhe nona. Edhe nuk e ka liu marë më varrim. Ka bo shkelit me mu, se mu ka vdik baba mas 3-4 muaj mas i ka vdik Kadri Veseli babaj edhe nona ka vdik baba mu s'm ka liu marë, ka liu ditën e 3 varrimit. Ka vdik Bacil Kuvllav, është njëjtën shkelit e ka bo. Ka vdek Haxhi Topit, Haxhi Shalës, se Topi na mësumi thonë në pseudonimin, i ka vdek baba sa kalon. Edhe tash te presidenti që na ka befasue, që ka qenë rast unikat. Edhe Nasimi i ka vdek vëlla, Nasim Haradin, agronin ndjes pas, ka qenë shumë ideal i mirë, shumë një luftëtar i fortë, një njeri, ka qenë i rrjedhë i burgosën agronin atë kohë, vitet 80 tani. As Nasimi s'ka liu më shku me pa vëllon, as marrë varrim. Njëjtë njerë. Po çka ka ndodhur këtu, e keqja edhe marrja, gjithsoj gjykate 4 kërkesa. Edhe nuk lën marrë me vizitu babën.
Se mu kanë ju marrë me po bobën në spital, edhe Kadria ka qenë me po bobën në spital. Po, të presidenti, 4 kërkesa rresht një mas një, edhe nuk e lejon me marrë me po bobën në spital. Fal presionit madh të media, që du t'i falem të gjitha mediat, qytetarët, shoqatet të dolën nga lufta, reagimet tona që kanë qenë një pasjeshme. Jo që ne kemi reaguar, i kemi shpall luftë gjykatës, kemi tablo kutoa, kemi kushtu. Po reagimet e qytetarëve, media, sidomos analista që du t'i përshëndes gjithë, që morëm këtë që edhe më në fund erë 34 për vdik baba dhe po baba në spital, pakten të jek një mull baba e ti edhe kë presidenti. Rasti dytë tani ndodhi mos lejimi tina në vërrim. Që shka ndodhë me neve, kjo është turpi maj modhi. Do thotë gjykata speciale ka shkel të drejtat e të burgosëve që në mënyrën humanitare të garantume me konventin ndërkombëtare. Me konventin ndërkombëtare të garantume këto të drejtat të burgosëve që duhet vjen se familja ngushtë është baba, nona, gruaja dhe fëmia. Nëse ki të smur edhe apo ka vdek, ti duhet marrë mi varros. E neve këto gjykata s'na ka lejuar. Ky është turpi më i madh i kësaj gjykate që ka bërë me neve. Keni qenë burgosur për disa vite në Hague, si se quajnë ata, si se kanë shpollë vendime për pengim drejtësisë. Çu kanë trajtuar në Hague? A mund në shpak me na shpjegoj mrana asoj aty në burzë të asoj gjykate? Unë më të ndëgju disa zëra që më të më befasu, për njerëzve që s'din. Po e thomë sinqerisht. Haga është një burg. Së mund të im as hotel, as shtëpi. Burg. Trajtime ka qenë, ka pi gardianve, flasë gjithë më për gardian. Mënyra më mire mundshme njerëzore. Kur na ka vdik Kadris baba, edhe nona mu baba, ata nuk shkojnë të shtëpia, apo nuk e fillojnë punës parë, ma ata është shkryt. Pa të shprejnë ngushëllime. Tini të binde. Gardian gjithë më flasë për gardian, edhe stofi civil. Drejtoria burgit vjen të shprejnë ngushëllime, edhe gardian të shprejnë ngushëllime. Mrena burgit ka qenë një përkujdesje shumë e madhe. Pej gardianve edhe pej stafit. Nuk e pas me të këshyrë më rrallë shumë, me të fy, me të shty, me të thonë të jesh shqiptarë, apo i je diçka tjetër, jo. Absolutisht, një jetën e vete. Për kontra zjeta kanë hungur shimel me neve. Kjo është e vërtetë. Gjithmonë flasë për gardian. Kanë orë vizita, aq mine e kam pritë familjartë, gardiant, deri ato. Unë kam qenë i smunjën, bu 2 operacione, mu më kam pru dhe krevetin në spitalit. Gjatë ku se e konë Hague? Se po 2 operacione më kryu në Hague. E ku i ke kryu operacionet atje? Në qytet. Spitalin e Mretit, të Hollandës, edhe kam kryu një në spitalin e shtetit që thoi. Kush e pagu i ke? Ato i ka pagu gjykata, shpenzime gjitha. Mbi 100.000 euro më kam bu 2 operacione, mbi 100.000, se kam pa me sy fakturën. Edhe më kanë dru gjakun krejt, se unë pata një infekcion gjak, një kubi bakterje, thirët zebze të në Kosovë. Që në 101 pështon, ajo po shkon, është problem ato, në për ati infekcion që këmë pasë, në fatin fatkesike, edhe qilova në Hollandë, që ta një mandru në gjakon. Ashmi të këshyren, si të mos të smutin, unë operacion dytë, jam smun ora 10 natës, po në 10 natës, në ora 22, në ora 11, në kanë qënë spital. Në ora 5 më gjithë më kanë operue. A shpejt. Trajtime ka qenë shumë në nivel e kam fjallin gjithmonë të gardian. Po, sjedhja e gjykatës mrena atje. Prokurorve, atyre ka qenë diçka krejt tjetër është. Edhe ka një dallim shumë të madh tani. Ka një dallim shumë të madh. Se shpesh e gjyqtarët ja mojnë nonën prokurisë që s'kan drejt. Shpesh edhe gjyqtarët dalin nonën prokurisë. Shpesh ndodh su këta shqiptarëzia keni përcjell soncat, soni jam ty përcjell këtu soncat. Shpesh gjyqtari bën pyetje, mëse me ta bëj prokurori i bën gjyqtari. E kjo ka qenë diçka këtë tjetër është. Kjo diçka. Po mendon se janë dikum gjyqtarët Hague? Unë po mendoj që politikisht. Po mendoj që politikisht më na dëmtu luftën e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, më dëmtu krerët e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, po nuk do t'ja dalin. Se lufta ka qenë shejt, lufta ka qenë vullnetare, mos u ka çuftesë kush me një luftë, asnjë pjesëore të çukës kush i kanë çuftesë atë në luftë, po secili kush ka tosh e ka një veten shqiptar, ka një veten që ka obligim për vendin dhe kombin vetëm të kemi një luftë përmes rrugit vend. Dhe ne jemi okupues, po ne jemi shirus këtij vendi. E unë mendoj se gjykata është puro politike. Thashë më herët, kjo mund të ketë emrin gjykatë, mund të ketë emrin drejtësi, po s'ka fare. Tani ç'është më e keqja? Që gjykata kemi votuar ne e Parlamenti i Kosovës. Atë 2 deputet të Kosovës kanë çuar dorë me pjetë.
Problemi është se ne s'kemi as ku banku shumë, se ne duhet banku me vetveten. Njerëzit tonë. Në institucionet tona. Vetëvendosja me krye kurtin, po thotë se këta që janë këta kanë votu vetë në Ja, vetëvendosja mund të thotë ashtu, po vetëvendosja ka sollën krejt. Pse s'ka në sollë vetëvendosja me votu kundër. Ai ka një proteksi po thotë vetëvendosja. Hajde që vetëvendosja po thotë. Po kur kemi bëna kërkesën me shfuqizimin e gjykatës, në shoj kujtohet nota famshme. 30 vjetori i po saktë. 2018-s. Ambasada amerikane, ambasadë që ka më presion. Pse vetëvendosja kur e patën mundësinë, unë kum posta kem me 2 njerëz me Najt Asanin dhe me Recep Selimin. Kur kemi thonë se do të bëhet sonte, kemi menduar se po bëhet shfuqizimi i gjykatës. Dhe këta kanë dalë për jashtë me një pjesë të LDK-s. Pse s'kan ata në sallë me bëj shfuqizimin e gjykatës? Dhe mi met njëra vetëvendosjes. Mi met një autoritet shumë më i madh. Po kanë dalë jashtë kanë dalë. E ky është ai turpi tyne që vetëvendosja kjo këto veç po thotë ja vetëvendosja ka fajë. Kjo ka vojnë. Të merr pjesë në bojës, atë çaj takon. S'po them se kresh fajtor, po të merr pjesë soi takon. S'ka në soll ka dalë për jashtë. E dyta kur ke shfuqizimi pse dolën për jashtë? Nuk e çon dorën kundër atë. Kryeministri Kurti s'kon me vizitu, nuk ka me vizitu në Hag as Recep Selimin që ka bashkëpartijake, as krerët e partive tjera. E ka përmend ai herë gjatë kohës ai ne koni me siguri keni komuniku bashk edhe me para burgosëve të tjerë me ish-krerët e UÇK-s, edhe me Rexhen, edhe me Hashimin, edhe me Kadriun, edhe me Jakupin. E ka përmend Rexhen ai herë punën e qeverisë për kërrohjes spi qeverie. Rad më vonë shumë nuk atje jemi mirë më shumë me procesin, se sa me politikën a me Albinin. Unë di vesh një me thonë se Albini ka gabu shumë. Në e në qytetarë t'i vendi, edhe në qëtërimtarë t'i vendi, gjithë. Pjesëtarët e ushqimit të Rusin, pa mbarësisht kush do që t'i shkon në vendin tem, edhe në vendin në Semaradin që të punë kishë me dokumentacione. Kush do që t'i shkon kryet organizatës. Edhe kush do që t'i shkon në vendin si Ngucatit edhe në vendin në Semaradinit, edhe gjitha së kërësia kishë mund të njëtin punë kishë bo, edhe ta kishë mund me shkon në burg. Po, qëtu është gabimi me dhe i këti kryeministit vendit tem, që ta shko kryeministit, pa mbarësisht, është kryeministit në detyrë, ka fitu 50% para 4 vite. Ky është dashur me ardhur me na vizitu neve. Qysh ka ardhur dhe Roma, qysh kanë ardhur gjithë njerëz figura më të mëdha politike të kombit shqiptar, i vetmi njeriu që nuk është interesuar për një fare. Gabimi i dytë i tij na më i madh ka qenë në televizion, po nuk ka qenë ato, ka qenë Debat Plus. Kur i thot piçet fola Rexhes. Tash, i thonë në zot për betohen a juve, që as Rexhes se kanë i vetë mirë kur ka thonë piçet fola Rexhes, ai ka më thonë, po bre, piçet fola Rexhes edhe shokëve të Rexhes. Hajde mos ai përmend emrat neve. Që pas ki noti politike, pas ki noti të moja. Po që thuj? Jo bre, du me thonë, për që të fola shokëve të Rexhes. Disa zyrtarët vetëvendosjes kanë qenë në Hag me vizitu Recep Selimin, nëse nuk ka bëjene, nëse kujtej mirë. A i kanë vizitu edhe krerë të tjerë të QK-s edhe juve që kanë qenë të para burgosën e të burgosën në Hag? Jënë 2 zyrtarë, neve që kanë vizituar. Ish ministri i mbrojtjes Armend Meha, që e falënderoj shumë, nuk kam qenë në spital, edhe nuk e kanë një marrë me në spital, edhe s'ka pranu marrë për Kosovë, po mu për me Zoomit. Unë e falënderoj shumë, edhe pse personalisht me atë njerëz këmet, ka qenë në varrimin e bopsime, ka qenë me po. Meha, e falënderoj shumë ato, ka qenë kryetari i kuvendit, Ju ka vizitu Po, në gjithë nga ka vizitu. Ta dy janë që nga ka vizitu. Ka ardhë Albulena Haqiv, një pjesë kemi prit, një pjesë kam prit, edhe Albulena tjetër kush jo. Ka ardhë mënyrën në msheft, më imi thonë, edhe i thonë me publikisht, edhe kam thonë 2-3 televizionë më përmen, ishtë zavens ministri Besnik Beslimi, ha? Zavens kryeministri. Zavens kryeministri. Besnik Beslimi. Ka ardhë vizit, edhe kom taku në korridor asisht, edhe si kom folj, se dy që ka orë në të myrën e, më me thonë myrën, shef, menja mu tash po ma logika për shumë, se ka orë të taku me Rexhen, ne su taku. Gjibona Lip ka orë, po jo me në vizitu gjithve, ka orë të Rexhen, po im taku me të në korridor këmë folj. Po jo më vizit s'ka qenë. Jo s'ka po kërkesa na, ka po ishte Rexhen, po unë im taku në korridor me, se unë kisha mos afer hadit, edhe im taku me ta. Liburi ka qenë në shpinë time, kur ka marrë në Bibur, orë të shpi jam ka vizitu. Libona Lip ka vizitu në shpi, se zutja u pinerën, se është për mundopsi e modhe, se unë thëmë, su kon shpi, ka qenë shpi Libona Lip, po në Hag jo. Në Hag nuk kanë qenë asnjë. Për jashtë Armend Mejes edhe Glau që kanë qenë vizitë. Glau Konjufsa është edhe në vizitë për në pomën për Bob
kish presidenti thotë që edhe tha disa fjalë shumë të mëdha për të edhe opinioni publik pa reagime ndryshme. Të morë parasysh se djali kujna është, nuk e besoj që ky mund ashtet me dalë për vija apo për kornizës kombëtare dhe familjare. Është djali pa shërif, se disa një pa shërif, ka qenë një burr shumë i mirë, një burr shumë i madh në një, ka qenë një burgosën politik. Të i morë tash ato parametrat që unë që po mendoj që është jeti i babë edhe asoj familje, ka bo një njerë të madhe, ka bo një burrni të madhe, që ka arë në ngushëllime të familja, e thaqet dhe i tha disa fjallë të vërteta, disa fjallë shumë të mëdha, që shumë njerëz e kanë admiru për smire gjithmonë, ka bo shumë një burrni apo një punë shumë të madhe që është arë në kryshnash, apo në ngushëllime që thujmë ne. Po du me të vetë cili ka qenë momenti ma i vështirë gjatë qëndrimit tuaj në Hagë? Momenti ma i vështirë, jo të imi, ka qenë lajmi kërë ka morë për babën. Kështu besoj edhe gjithë tjertë, edhe Kaderia, edhe Nasimi që ka di vllahun e treve që na vdesën atje, tash ato leju komunikime me familjen? Po, kam bisedu, kam bisedu me familjen në ora 1 ditë se kam morë lajmin, që më ka vdek baba, tani kam komuniku, kanë orë stafi i gjykatës më kanë të regu se kanë për obligim, tani kanë orë gardian, se kanë orë për ngushëllime ato, më kanë shprej ngushëllime, kam komuniku me familje, më ka leju nesër, baba është varros ditën e shtunës, se baba më ka dek premten, edhe ditë e shtunë baba është varros, 2 ora kam përcjell për me zumi varrimin, për i shpije kur ka nisë, funerali deri te vorët, deri kur është vorës, baba disa e më përqia dhe njerëzit, po më ka luj në zumë, edhe më ka luj zumë 30 pames, më ka luj në zumë me folë në zumë, po jo me folë me shokë, me meqë, kem folë në atë myrën, qysh kemi mujtë, edhe qysh ka ndoshë gardianët me në liu, se thashtë se gardianët konë shumë të mirë s'jel, edhe po në zumë kom folë, me familje prapë, ditën e nesër me nonën, me motra, me vëzër, me shoqen time, me djemtë, kam folë që besa dhe me disa kushteri djemë të agjës, po mu ka leju zumit, po mu ka leju. Po a ishë moment i vështirë, ato nuk kam dëshirë të shoh asin njeri, ato asin shqiptarë, në atë gjendje, se sot ish me shok kalon, kur t'ish më në ndhojmë i veç se ne i kemi ozomat veç në fjetë. So uri ka leju me qëndru bashkë, so në aktivitete? Na i kemi bas për orë 7 mëngjes deri në ora 8:30 bashkë. 2 herë në ditë kemi dalë për jashtë në barë, edhe një herë kemi bas fitness, sport. Tu e kemi pas. Bashk. E gjatë kohës tjetër qëndrimet më nëna burgut nuk keni mujt me kontaktu? Jo, kemi qenë se cilin dhomën e vete, kemi fjetë, e kemi pas vetëm televizionin edhe kompjuteri, po kompjuteri ka qenë... Gjatë ditës, në tira jashtu në aktiviteteve, nuk keni mujt me pas kur farë kontaktu? Jo, ne gjithë ditën kemi nejtë bashkë. Okay. Për orë sot mëngjes, deri në ora 8:30 ne kemi nejtë bashkë. Mbromje, ne. Okay. Mëngjesin kemi marrë bashkë, drekën bashkë, darkën bashkë, gjithë ditën, tërkohën. Ora sot mëngjes deri në ora 8:30 ne kemi nejtë bashkë, sukur unë ti si bërim këtu në studio, kemi nejtë bashkë. Jemi ushi bashkë, kemi nejtë bashkë tërë këtë kohën. Vetëm në ora 8:30 kemi hyrë për dhoma, deri mëngjes nesër jemi tani vet. Kjo ka qenë. Raportet e Hashim Thaçit të Recep Selimit të pos parasysh që ai është në divizien vetëvendosje ka qenë, edhe kanë pos për plasje politike sa në kon këto. A janë atje me atë shësninë e luftës, a me raportet politike gjatë kohës të arrestimit? A kanë komunikim normal mes vetë që kanë pas kohën e luftës? Jo, unë një dytë. Regjen një më herët, tash regjen një pinatë shtatë, tashimin një më vonë. Ata kanë raportet shkëlqyeshme, çu kanë bërë gjatë luftës. Sa ata në burg i kanë raport as të mira sa nuk e besoni, po ju them me sinqeriteti më të madh. Sa ata kanë një armit përbashkët. E ne shqiptarë kur kemi armikin e përbashkët, dim të jedhim bashkohëm, e kështu ata janë të bashkuar aq fort se armikin e përbashkët ne kem gjykatën edhe kem Serbinë. Se Serbia është duke të punu dokumentacionin e gjykatës speciale. Serbia është armik i unë. Tash sa gjykata patricia që duke na bëu të thirrë në popullit që s'është popullit fare popullit ton, edhe këta kanë një armë, edhe këta kanë raporte shkëlqyeshme, kanë raporte as të mira sa nuk e besoni. Sikur kanë orë mosafir, na kanë po neve tu kesh, tu luka vishëm të korridorit, si shkojshëm në përdhoma ku i kishëm mosafir, jam bevasu. Se unë kur jam plagos, më ka të rikë, Safet Kasrati, faton që mbjam një tash. Në cilën vetë? 98-ën apo? Në 99. Edhe mu, Recep Selimi, generali më ka të rikë me kerë me makinë.
Generali më ka marrë. Tash qysh muju në pambarësim se generalin vetë vendosë, unë s'me ja kthej shpinën. Unë e kupton binja politiko shtetina, o raportin luktës ka mëru me regjën deri në vdekje, me familjet regjës. Apo raportin me presidentin, pavarësisht ka do në apet raport me të kam se kam qenë burr. Sa ti edhe Baca Jakup po kanë nisë Baca Jakup ka qenë nisme. nisme. Tani. Mos Baca Jakup ato Nasimi edhe Salimosova Tsali, Pjeti se kanë qenë përbuzhe të Jugosllavën, për kazamat e Jugosllavë kanë qenë përbuzhe. Ato kanë qenë burgje shumë më të këqija se kjo. Kushtet në nxerr. Kjo janë kushtet e mira të paktën. Ta shkallëzojnë ata zullumi se ka qenë ato tortura psikikisht, moralisht. Gjitha kanë qenë ato burgje Jugosllavë. Jo ky burg pak më anë tash. Ta të japshim kurajë me qenë shumë i fortë ato. Të japshim kurajë. Kështu që janë marrëdhënie shumë të mira. Marrëdhënie më të mira, më të shkëlqyeshme si thonë marrëdhënie mes tyre. A ndrojnë të fortë gjatë kohës sa janë atje, ai ke po të thym ndonjëherë. Kur në jetën time si kam bëu tani stym, veç unë kam marrë guxime dhe kurajë për tyre. Unë kam marrë një shkollë për tyre, më thon. Edhe pse unë kadria hashimi s'kemi qenë burgje kur, një 3, ta 5 kanë qenë burgje, kur ata njerëz që kanë botë moralisht. Kur ata njerëz që kanë të thonë, pa çka u bë me neve, çka na ndodhi neve. Kur në jetën, hiç kur. Kur ata njerëz që kanë më thonë, më dënun. Ja ju dënun juve, kur në jetën time. Ja kena më dënu, kur në jetën time. Ata gjithmonë Baca Jakup ka thonë, çdo sen që ka të merret 11.000 kilometra katror sot i sundojnë shqiptarët. Fjala ti gjithmonë ka qenë kjo. Presidenti fjala e tij ka qenë, po sot me dënuar vdeksha sot, shteti u shpall. Dhe më thonë këto dy kanë qenë shprehje që i Shprehjet. Kadria, po të me sinqeritetin më të madh. Ma prun ymri me popullin ndam të lirë edhe me frymën e ushtri. Kosova me pas. Po njëtë regja, njëtë Nasimi, njëtë, se cili për neve, i këmë posë ka një shpejt fjallës, se jebë në të vena ato. Edhe po thëmë, sot qytetarët e Kosovës flenë shlirë, flenë morin frymë shlirë, vorrosen dhejën e adhevët veç leshëm. Pa tut po vjen një makinë policore serbe që kanë kanare për varrimin e përdorshme. Këto fjalët e ty në kanë qenë, që unë s'do t'i harroj kur këto fjalë. Mu në mburra me ata burra, që kam qenë burg me ta, ti një të bindë dhe zotit. Cila ishte përësia jote për ta kur e liruve nga burgu i Hagës? E tash këtu kem është këtë një ndryshim i madh. Mu kanë liru një ditë përpara. Para kohë. Para kohë. Aq sekret e kam gjykata që do më lirue, që as advokati që kanë treguar. Edhe familja ime ndëgjon përmes dikujt tjetër, përmes grusë Nasim Aradinit, ndëgjojnë si sin kuçoti liru pi burg, se advokati i Nasimit i ka treguar bashkëshortës Nasimit, bashkëshortja Nasimit i tregon bashkëshortës. Thot, uripe thot ishin një liruar me 18. Se ka ditë asë. Me 18 tetor thot vjen të shtëpia. As advokati im se ka ditë. Edhe te unë vin ditë e morte. Me 17 tetor vin në ora 10 mbrëmje, se në ora 10 po tu çel dera e dhovës është e pamoshme. Se veç nëse i smut që hape dera ta bin mjekin, një smut. Për tjera sa në jo, fare, mësë bëzat. Edhe unë isha të këshin në ndeshët futbolit, të anglisë, Premier Ligës, u hape dera u befasova, ora 10 një qka. Isha në pijame të najtë, o qoha të shajtë, hini mrena drejtori, ushtru zëtyre ka qenë një roman, për këty se dy gardian. Gardian po keshin, po të me sinqerimet madhune, nuk pedi arsye. Edhe për më thotë mu da kem një lajmë të mirë. Unë e bidhëm, se unë gjithë e kisha menën të nona, se e kisha nona në smur, edhe njerë gjithë më mendon ato të keqen. Thash. Se unë, thash ko ka blek nona, dhe s'po dhe më dregu, se unë të mora vesh me mes në telefon, ditën që lirona me shkit datë. Tha jo, tha nesër, në ora 4, kemi shku burgen. Dhe u më qumë në njëzë, pastru, edhe thash, a ka mundësi mu përshëndet? Tha jo. është vendimi i gjykatës. Ka minë somi më këthy, edhe më gjithë shumë. Një gardian, një Elviri ka qenë holandez, shumë i mirë, që du të përshëndes sot për atëherë, ka dhe më thamë, do të shkoj, të flasë me Stofen. Ka orë prap për kysi në altë, ku të satë më thotë, ka qenë Shqipënisë. Problemu më gjëmë përshëndes.
edhe kemi arrit një ide. Përmes shpijungës, derës, është, ato tha, përshmes si sojnë e përri që më dinë, më shku më përshëndetje, edhe më shku më përshëndetje e Jakupi. Ka shumë shtjerë, me pasin e kopse njeri vjetër, 7 vjetë, ta që ka 74. Edhe, ta shumë më të thëmë që po ka mupë, çdo etik në shtatë paralit dëpsimit tim që më mërzit shumë. Ka qenë presidenti, Kadria, ashtu ranin përshëndet me gjithë po, une jem likë shumë para tyne. E kam një vjetë shumë të vogël para tyne. Shumë. Edhe veç më përmes asojnë a shpijun, kësi më përshëndet, edhe nuk unë kalion me asgot dore. Kjo ka qenë, me 17 tetor, unë më dojnë një ditë para se vendimit, më kanë lirue, edhe të shpije kanë thirë familjen në ora 9, ata fënjësh e kanë ditë, ata ka me si familje spikin, po i ka demru që së është rjeti se ka qenë, në ora 9, dhe ka orë djali bashurti edhe djali vogël, djali malë gëzimi dhe karabi, kanë orë në qëndë për bëjnë në fushë Kosovë, kanë morë me makinë. Po, kjo ishë bëha mua dhe, Kosovë, se mediat, informacione e tyre, si zakonisht i mediat që shikini, ato më shëfësit e juve dhe hullumtimi që i poni, kishë pas media shumë para qendës, para bukimit. Po, ne këmë pas ndalume. Me komuniku. Po, unë nësimi dy të kemë pas ndalume, se i në liru me kushna. Po. Edhe kam i makinë e marrë, po, unë para ty në 7 burra që këmë në atin burg, kam qenë shumë i vogël. Shumë. Se Jakupi shumë më dhëmët, të po moshën e tina vujtjet e tina 11 vjetë burgën e Serbis, Salim Mustafa në atë 307 në burgën e Serbis, e kam fjallën mas fiu shkatru Jugoslavia në Serbin, vujtjet e tina zullumin që ka pas, Pjetri po ashtu Nasimi ashtu ka qenë burg, ta në të po presidentin një njërë që i pri një luftës Rambojes, Vienës, në Austri, delegacion atë ku, paqës edhe shpallin shteti me posët propagilla, o shtirë me poja një kadrivesel, një djallë, në kohën e vetë, viti natë një pej themeljuzve të uqëgës, me po ato një komandant, apo një njeri shumë të masë i kadrijes është, ka qenë një, po të thëmë se një kam qenë që ka qenë. Kam qenë shumë i vogël për ta dhe sot, tjenit bitën të zoti, kom delë notën gjumi, shpesh që unë edhe shkojnë dhomën e ditës edhe i zilizojnë rinë 12 natë, sa bon 3, që Prej mërzis. pi mërzise. Zotëris Negocati, shumë faleminderit për intervistën edhe për rrëfimin e ju. Faleminderit shumë, respekt. Mediat në organizatë të rame kanë derë në hapër gjithmonë. Qytetarët besoj si e din, ju që du t'ja përkujtoj, mediat jënë shtylla 4 shtetit. Mediat jënë drita shtetit. Edhe që përna shumë pak për shtetit, s'ka na drita e dili që bën drit dili, mediat jënë ashtu, se mediat din, edhe me nëzirë shtetin për krizë, po din edhe me futën krizë. E mediat, kur janë për smari, so kur ju qeni mediat e Kosovës, e keni derën e hapër në organizatë veteranëve, kur të dani, në çdo kohë, në çdo moment, edhe çdo sekond tjetës ju jeni pjesëmarrës në organizatë veteranëve, çdo media. Kështu që ju përshëndes juve, edhe shikues ju shumë faleminderit. Faleminderit shumë zoti Negocati. Shikues të nderuar, ju faleminderit shumë për vëmendjen, shihimin e emisionin e radhës.